Dhe më njërë pas saj kënge, plotëritëm, le të themi në këtë mëngjes Tuan Morning, rikthehemi në studio më njërë për të lidhur me Gentën, e cila edhe sot kam duar sjellë si çdo herë tjetër një lidhje interesante. Genta, përshëndetje. Uroj të jeni mirë, ne sot jemi takuar me librin, me një libër I cili titullohet Hapa. Na kishte munguar libri Genta, sa mirë që u riktheve. Patjetër, vjen gjithmonë vëmendje në fakt libri për gjithë vlerat që ka dhe këtë herë vjen absolutisht ndryshe sepse është një organizim I cili nxit të rinjt dhe I jep atyre mundësinë që të promovojnë talentin e tyre dhe pse jo të shkruajnë dhe akoma më shumë. Le ta bëjmë ne këtë gjë në këtë hapësirë, kështu që shohim që janë shumë të rinj pranë teje, jo vetëm një. Kështu që le të promovojmë në këto minuta. Patjetër, faleminderit. Kështu pra siç po thoja, është ideja e të nxiturit talenteve të reja, të shkruajnë, jo vetëm të shkruajnë, po cili do pjesë e artit që ato bëjnë pjesë ta kultivojnë. Hajde pranë mejer, sepse ti je përfaqësuesi New Vision apo jo, dhe do të flasësh pak për konceptin dhe idenë, si lindi dëshira më mirë, po them, apo jo, një grup të rinj që nxit një grup tjetër të rinj. Ky është libri I dytë New Vision, është produkti I një konkursi kombëtar që ne realizojmë. Është një konkurs kombëtar që është vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë saj dhe synimi është promovimi I talenteve të reja në shkrim. Ka lindur si ide nga një njerëz në zonën e Paskuqanit, I cili preferonte të shkruante, por që nuk kishte hapësirë, nuk kishte mundësi për të votuar, sepse një libër është shumë I vështirë për të votuar dhe ne thamë pse jo, le të bëjmë një gjë që të bashkojë gjithë bashkë, kështu ndoshta ka mundësi më të mirë promovimi. Libri I parë ka pasur diku te 50 autor të ri, njëjtën sasi ka dhe dyti, kanë konkuruar tek mesatarisht 250 persona tek të dy librat dhe ja, ky është produkti I librit të dytë. Interesant, shumë interesant. Vajzat janë pjesë e librit në shkrim apo në organizim? Enqë është pjesë e organizimit, ndërsa dy gotat janë pjesë e librit. Nela dhe Klea, po ne do kemi mundësi pak më vonë të njihemi dhe me krijimtarinë e tyre, megjithatë është bërë një punë e madhe dhe selektive duhet thënë, pasi nga mbi 200 konkurrentë kanë përzgjedhur 50 prej tyre me krijimet më të mira. Njëjta gjë ka ndodhur dhe me librin e parë dhe në fakt qëllimi vjen shumë fisnik për të qenë sigurisht në pjesën e artit dhe për ta nxitur krijimin e tyre. Endi, si është parë në këndvështrimin tënd puna me New Visionin dhe me bashkëmoshatarët e tu, duhet thënë? Unë punoj vazhdimisht me New Visionin dhe normalisht që të punosh me moshatarët e tu është më e lehtë se sa të punosh me një target group më të rritur. Normalisht që puna ka vështirësitë e veta, faza e përzgjedhjes dhe e pritjes librave ka pasur vështirësitë e veta, por që çdo gjë kur bëhet me pasion, normalisht del me sukses dhe kalon bukur, koha kalon bukur. Nga libri I parë në librin e dytë çfarë ka ndryshuar? Nga libri I parë në librin e dytë ka ndryshuar normalisht krijimet të krijimtaria që ka ardhur, është më le të themi më cilësore dhe më ndryshe, nga tematikat e trajtuara janë më të ndryshme se nga libri I parë dhe gjithashtu parathënia e librit të dytë është realizuar nga Ministri I Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, zoti Erion Veliaj. Kjo për t'i dhënë edhe një suport më të madh të rinjve në ato që shkruajnë. Patjetër. Po lutem. I di që nuk rritot. Nëse mund të shtojmë, për ata është titulluar Hapa, sepse disa nga ata shkrimtarët e librit të parë vinë te libri I dytë më të pjekur, me një eksperiencë më të mirë. Libri I parë ka shërbyer që shumë nga ata të promovojnë krimtarinë e tyre gjatë gjithë vitit, si nëpër aktivitete ndryshme, nëpër gazetë, nëpër revista, televizione. Dhe kështu ka bërë që krimtaria e tyre të vinë më e pjekur. Dhe fatmirësisht për ne, sot në librin e dytë ne kemi 2-3 figura të cilat janë promovuar disi, kanë nxjerrë librat e tyre nga libri I parë dhe kjo ka bërë që t'i vendosim dhe titullin Hapa, që një rrugtim që po ecën për këtë. Hapa, shumë bukur. Do të dua më gjatë. Më lejo të dua edhe pak më gjatë. Ai gjatë sa dashuria të lodhet me ne të dy. Kthej një çast syt nga unë kthej, vëre dorën në zemër, se unë jam aty. Jam heshtje që të gryen shpirtin dhe mendjen e let boshatisur. Jam mall që urren flirtin dhe që zemrën se le asnjëherë braktisur. Jam gjithçka dhe jetoj kudo tek ty. Jam rrahje zemre në mbrëmje. Unë jam lot që të qëndroj në sy dhe shpirtit I shkaktoj veçdhembje. Do të dua edhe pak më gjatë, derisa bota të zhduket mes nesh, mes resh. Unë do të dua më shumë çdo ditë, derisa mos të ketë më mall mes nesh. Hajde tani. Hajde se na rënqeve mishin që në pikë mëngjesit. Thuaj pak, gjithë ky talent, gjithë kjo lamjeshmëri ndjenjash, figurash, emocion, shumë emocion I bukur. Po. Emocionet, unë jam 20 vjeç tashmë dhe emocionet më të bukura në këtë moshë përjetohen. Dhe sidomos kur ke të bësh edhe me një organizatë të tillë që të mbështet, që të jep vazhdimisht suportin e tyre, jo vetëm për të tilla
evenimente ose organizime, po dhe suportin moral, do të thënë që ne të rinjt sot nuk kemi shumë hapësira, na mungon suporti moral dhe kjo është pjesa më e rëndësishme, do të thënë. Si u njohë ti me New Vision? Kjo ishte nëpërmjet miqësive, edhe unë patjetër duhet ta falenderoj shumë atë mikun tim që ishte pjesë e organizatës dhe më sugjeroi, duke qenë se gjatë diskutimeve tona unë i shpreha dëshirën, domethënë, edhe pasionin tim për letërsinë dhe ai u tregua shumë i gatshëm që të më prezantonte me Armando dhe me Engjin dhe unë u bëra pjesë e New Vision edhe nëpërmjet tyre unë jam sot ku jam. Ti je Klea? Klea Dima. Klea, si ka lindur tek ty dëshira për të shkruar dhe ti the edhe pak më parë në fakt që nuk ka shumë hapësirë dhe shumë terren për momentin, le themi se gjërat shpresojmë të ndryshojnë për të shkruar, për të botuar, për të promovuar dhe vërtet është një hap që bëhet me anë të New Visionit. Si e shikon ti të ardhmen tënde letrare? Studion për filozofi, kështu që je në ujërat e lëmit vendimit. Po. Atëherë, se si ka nisur shumë shpejt dhe unë nuk e mbaj mend, domethënë, pasionin. Po, besoj se ka lindur me mua dhe besoj se të dyja kanë lindur me mua, dhe filozofia dhe letërsia, dhe them se unë nuk e bëj, domethënë, krijimtarinë time, nuk e shkruaj që të jetoj me të, domethënë në kuptimin që të kem përfitime materiale prej saj. Unë thjesht kam mbështetjen e njerëzve që e lexojnë, për shembull si thatë edhe juve, që emocione të bukura, domethënë, kjo është ideja që unë t'i përcjell njerëzve emocione të bukura ndryshe nga gjithë ky realiteti që jetojmë, edhe pse jo, domethënë që ndoshta dhe të njihem nëpërmjet këtyre, por nuk, domethënë, ideja ime individuale nuk është se unë po pretendoj që të fitoj të mira materiale për kësaj, edhe nëse botoj në një libër, ideja është që unë të njihen krijimet, të njihen, domethënë, edhe pjesa që sot që sot nuk ka vetëm njerëz të këqij, njerëz që kanë ndjenja negative, ka dhe dashuri, ka dhe gjëra pozitive, ka dhe njerëz që dinë të dhurojnë mirësi dhe dashuri. Patjetër. Ornela, hajde pak Ornela bukuroshe. Ornela është maturant të këtë vit, është e Vockël, megjithatë në shkrimin e saj ndjehet një dilemë, po ndjehet është pena një të rrituri. Okej, atëherë ideja është dilema dhe ideja për të njohur vetveten. Dhe si përfundim, siç e vutur edhe aty në fund fare, 37. Në fund fare ai person e rigjen vetveten, rigjen vetveten thjesht tek vetja e tij, domethënë. Kjo është ideja që duhet kërkojmë tek ne, tek unë, tek personi im. E gjetur. E kisha gjetur? Do të lexoj pak, më la përshtypje shumë të mirë, quhet Beteja në fakt. Ora 7:40. U zgjua me përtesë, ishte vonë si gjithmonë. Me që vonesa e saj ndodhte çdo ditë, tashmë është ndruar në diçka normale, në rutinë të përditshme. Por ja, që sot ndjehej ndryshe. Bosh. Ndjehej bosh, s'kishte mbetur asgjë. Sot nuk mbante mend asgjë. Muaj, vite të tëra me kujtime, ëndra dhe shpresa kishin mbetur bosh. Por ç'po them kështu? A mbetet bosh diçka e tej mbushur? Me këtë përshtjellim në mendime u përpoq të ngrihej nga shtrati, shtrat, një arenë vërtet lufte. Në atë shtrat kishte bërë beteja pafund, beteja me gjumin, me mendimet, me dilemat, me shpresat, ëndrat, me realitetin, me vetveten, me të shkuarën, me të tashmen, me të ftohtin, me vapën, me temperaturën e lartë dhe me zgjimin. Rikthehemi tek zgjimi, pse ishte kaq e vështirë? Zgjohej dhe gjëja e parë që shihte ishte tavani me ngjyrë të bardhë, e bardha i dukej tejet e mërzitshme, nuk kish shprehi, i dukej i ftohtë akull, nuk i falte buzëqeshje dhe pikërisht në këtë moment ndjej bosh. Ka akoma dhe pak. Turbullimi, përshtjellimi e bënte të ngrinte krye, ishte ndjesi që nuk i pëlqente as pak, ndaj arrinte të ngrihej çdo ditë sepse priste që sotmja t'i sillte përgjigjet, t'i jepte një zgjidhje dilemave, të ndryshonte diçka. Dhe vërtet, sot ndjehej ndryshe. Çdo ditë ndjehej ndryshe në fakt. Ai ishte shndruar dhe kjo në rutinë. Këtë ende nuk e dinte dhe mbase nuk e kuptonte qartë. Tundi kokën fort, sikur të donte të largonte mendimet dhe i vuri këmbët në tokë me forcë. Ftohtësia e dyshemese e solli në vete. U çua, hapi dritaren dhe lejoi ajrin e freskët të ri për të rinte. Si çdo ditë dhe sot, shkoi drejt pasqyrës. Ajo çka pa e riktheu në realitet, një portret i ëmbël i doli përballë. Sytë e fryrë nga gjumi i tepër shndrisnin plot dritë. Ato po që i fanin ngrohtësi, ishin të saj dhe jepnin shpresë. Një feniks që ringjallej nga hiri ishte imazhi që u fanit në mendje dhe buzëqeshi.
E po kaq u desh, pasyra i dha atë që donte, pasyra i dha shpresën, rizjoi ëndrat dhe çka është më rëndësishmja, i dha vendosmërinë. Me një lëvizje të shpejtë të dorës i hodhi baluket pas, doli nga dhoma dhe ndërkohë që po mbyllte derën, përsëriti me veten atë që mendonte çdo ditë. Ndryshimi vjen nga ti e dashur, ti ke forcë, lufto me buzëqeshje në krah, atë ke mike. Sikur të pash kur lexova. Atëherë gjithmonë nisem nga vetja kur shkruaj, sepse duke përshkruar ato që unë ndjej, e besoj se shkoj më pranë njerëzve. Dhe ky është pikërisht qëllimi, besoj se duhet të jetë qëllimi i çdo shkrimtari në vetvete, të prek njerëzit me ato që ai shkruan. Ke shkruar prozë shkurtër apo jo? Je më tepër në zhanrin e prozës apo edhe poezia është? Jo, poezinë nuk mundem ta bëj, nuk është e imja, por prozën e zotërej goxha mirë, dhe më pëlqen goxha proza. Ke shkruar, ke ndërmend të botosh? Po, faktikisht tani po bëj një novelë, kam nisur dhe jam drejt përfundimit të saj. Dhe besoj se do pëlqejë goxha. Nuk e di. Çfarë trajtohet në të apo do na lësh surprizë? Surprizë. Po. Synimet e tua, ti je maturante the apo jo? Me që jemi dhe në prakt, sigurisht urojmë suksese ndërkohë, por ku do të shohim nesër në arsim? Atëherë, pavarësisht se unë pëlqej shumë të shkruaj, besoj se degët e inxhinierisë janë ato që më përshtaten më shumë me aftësitë e mia. Mirë shumë. Armando, ke ditur të bashkosh njerëz që kanë me leje, po, u bëm kështu, bëm shkëmbime të mira. Ke ditur të bashkosh njerëz që kanë talente sigurisht të ndryshme, kryesorin letërsinë përsa i përket asaj çka ti i ke përqasur tek libri. New Vision është bërë pararendës i pasioneve, i dëshirave të të rinjve. Ti vetë, ku gjendesh me gjithë këtë? Ti shkruan, lexon, çfarë bën? Do të njohim pak Armando, jo New Visionin e Armandos. Okej, një radhë parë më bërë ndjesh më kënaqur, faleminderit për këtë pjesën. Po, ideja është në të vërtetë nuk është që i ka gjetë New Vision, nuk është që New Vision po bën diçka që kalon normalen. Vërteta është që ka pak mundësi në disa fusha specifike dhe ne po mundohem që në këto fusha specifike krijojmë diçka që mund mbështesë të ri. Projekte të thjeshta, siç është projekti i librit, jo projekte ndërlikuara super të mëdha, por projekte të thjeshta që promovojnë talente dhe pastaj vijnë vetë. Të dy gocat që janë këtu dhe pjesa tjetër e librit nuk është që janë njohje të mia personale se persona që unë njoh. Blemadje ca prej tyre kam njohur edhe në promovim, por janë persona të tjerë që kanë dëgjuar për këtë pjesë, kanë lexuar për New Vision, kanë parë ndoshta foto diku aty mes shokëve të tyre dhe kanë ardhur vetë. Mund na kenë parë në televizor, pse thua? Po, na kanë parë dhe ta që do ta falenderojmë për intervistë. Kënaqësi, sigurisht që meriton një hapësirë të veçantë gjithë promovimit të rinjve dhe aq më tepër kur ato nxiten bëjnë gjëra të bukura. New Vision ka ndërmend të vazhdojë të njëjtën rrugë, mund të kemi një libër të tretë, të katërt. Do të më thuaj pak dhe si ndodh procesi i mbledhjes poezive, selektimit tyre, i botimit. Ka një vend të parë, një poezi më të bukur që evidentohet apo? Sigurisht, do jetë i tretë dhe i katërt me shumë mundësi. Ideja është që ne do synojmë që çdo vit me datën 23 prill ditën e kombëtare të librit të bëjmë një libër. Ideja këtu për mbledhjen e poezive sot ndihmoj shumë për hapja, përmes rrjeteve sociale, përmes informimit se shkoj intervistë, vitin tjetër ca që do ngjojnë këtë intervistë do vinë tek libri. Por ka dhe për pjesën e përzgjedhjes këtë vit kemi qenë më profesional. Tashmë ne kemi krijuar një grup pedagogësh që punojnë afër nesh, vjet ishin 4, sot janë si vjet janë 6, janë pedagogë të Universitetit letërsisë, të filologjikut. Kemi grup 3 që janë redaktor 3 që kanë botuar, të cilët janë afër nesh sepse për ashtu këtij libri New Vision gjatë gjithë vitit ka botuar dhe libra të tjerë, duke ndihmuar 3 të veçanta për të botuar librat e tyre, për promovuar librat e tyre dhe për nxjerrjen tek librat e tyre. Dhe ky është libri i 6 po ti mbledhesh total. Dhe tani po rritet kjo pjesa. Engji Minga, që fatkeqësisht nuk mund të ishte sepse po promovon librin në një shkollë të mesme, është redaktore e librit, është personi i cili ka kryesuar deri diku përzgjedhjen në ndihmën e pedagogëve. Alma Mero është pedagogja e cila është marrë me kujdesin e përzgjedhjes. Vitin tjetër urojmë dhe po tentojmë që të kemi një bashkëpunim më të gjerë me organizata të tjera që promovojnë letërsinë në shkallë të ndryshme dhe me shumë mundësi vitin tjetër nuk do kemi thjesht një libër nga New Vision, por do kemi një libër nga një grup organizata të cilat pëlqejnë të ndihmojnë trit që merren me të shkruar dhe merren me të promovojnë kriminalitetin e tyre. Keni patur nevojë për një suport, besoj apo jo? Viti i parë nuk është suportuar, domethënë tipit ka qenë projekti New Vision, është realizuar. Libri financiarisht është mbështetur nga fitimet e librit të parë. Libri i parë ka pasur një shitje goxha të mirë dhe ne bëjmë këtë pjesë në biznesin social me librin, tipi që gjitha fitimet që mbledhen nga shitja e këtij libri mbledhen për të shkuar tek libri tjetër dhe nuk përdoren për aktivitete tjera ose
Por këtë radhë ka pasur suport e Ministrisë të Trinisë, kjo ka bërë që ndoshta t'i japi çik më shumë mbështetje sidomos shkrimtarisë të rinjve, dhe ka pasur mbështetjen suport në disa shkrimtarëve, të cilat duke shpërndar, duke vlerësuar shkrimtarinë kanë dhënë një suport më të mirë. Normalisht New Vision rriten dhe duke rritur New Vision rritet edhe me mundësitë e promovimit që ka New Vision. Patjetër. Dhe besoj impakti me të rinjt është i mrekullueshëm, si gjithmonë, kur kërkoj një derë, dhe derë hapet është shumë bukur. Engji, më thuaj pak për reagimin e tyre, si janë ndjerë dhe si janë shprehur këta të rinj, mbi 200 tham apo jo, po si me patër mundësi të njohim dhe të kontaktojmë me të gjithë, për paktën le të themi pjesëtarët e botimit librit të parë. Pavarësisht faktit selektimit, që është një procedurë normale që duhet kalojnë në fazën e përzgjedhjes, përgjithsisht komentet kanë qenë të mira për librin. Krimet janë pëlqyer nga personat e tjerë që kanë lexuar librin normalisht, lexuesit e tjerë përveç autorëve që normalisht kanë shprehur konsiderata për bashk autorët e tjerë në libër, por që gjithashtu është vlerësuar edhe nga lexues të tjerë dhe pedagogë të tjerë të cilët janë kujdesur për zgjedhjen e poezive. Përshtypjet kryesisht kanë qenë të mira, por që normalisht këto përshtypjet e mira nuk mund të shkojnë pa u vlerësuar dhe me çmimet që do të jepen përkatësisht për librin. Është vendosur që të jepen disa çmime për krijimet më të mira dhe më të pëlqyera që do të merren nga lexuesit, dhe çmimet kryesore do të jenë për vendin e parë do të realizohet botimi 100% i librit, që do të thotë të gjitha shpenzimet e librit realizohen nga organizata New Vision. Për vendin e dytë është botimi deri në 50% të librit, dhe për vendin e tretë më vonë merret dhe më pas bëhet një përzgjedhje për përqindjen e publikimit që ne do të realizojmë, dhe më pas promovimin e gjitha librave të tyre individual që do të vazhdojnë përgjatë harkut kohor të një viti, sa libri i parë do të ketë bumin e vet. Libri 2 do të ketë bumin. Kemi bërë 2 hapa. 2 hapa, 6 total me gjithë librat e tjerë të votuar nga autorët. Preferoj ta mbyll këtë lidhje të sotme me një poezi. Përfytyroj është një poezi e Ingrid Kolgjegja. Teksa gjithçka zëfill me jetën, e shkretia mbyt vërtetën. Përfytyroj detin e imagjinatës mbi veten, të pikturoj qiellin me surrealen stepem. Dashuroj të qenurit shpirti lirë pa përçmim, përfytyroj dalje nga kjo gjysmë e errësirë, përçmoj të hirtin gjykim në gjakun tim, dëgjoj britmën për një jetë më të mirë. Teksa gjithçka u prek nga vazhdimësia, surrealja u kthye pelerinë e qiellit, përfytyroj skajet e tij të thuren nga mirësia, marr frymëlirisht nga vallëzimi i shpirtit. Na la pa fjalë. Mos flasim fare. Përshëndetemi. Okej, shumë faleminderit për intervistën, faleminderit për flektën. Jo, ka punë akoma. Ju thash unë përshëndetemi kështu. Përshëndetemi me planet që ka New Vision tani. Ti do na thua çfarë na pret, çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Kemi libër tjetër, keni filluar fazën e selektimit, të përzgjedhjes poezive. Më thuaj, ti them unë njerëzve që të vinë apo jo? Jo, mos e thuaj, ka dhe 2 muaj për të filluar projektin. Aktualisht New Vision po kujdeset në disa aspekt për promovimin e një farë kategorie tjetër të rinjve. Tani kemi 3 projekte që promojnë kryesisht të rinj që merren me IT, me pjesën e medias, të rinj të cilët kanë dëshirë të punojnë në këtë fushë. Kemi hapur NV Magazine, është një revistë online e cila synon që të promovojë shkrimet nga të rinjt, dhe çdo i ri në Tiranë që ka diçka për të shprehur ta publikojë aty. Kemi një shikueshmëri goxha të lartë sa nuk e prisim. Vetëm dje kemi pasur 13.000 klikime, do ta theksoj 13.000. Dhe për ashtu kësaj kemi në 2 projekte të reja që do fillojnë, që janë njëri është një emision online që do bëhet nga një iri, është një 16 vjeçar i cili do të japi kontribut në këtë aspekt dhe pëlqen fushën e realizimit të emisioneve, dhe po punojmë për realizimin e një konkursi muzikor që realizohet gjatë verës, si përfundon me një festival me këngë nga të rinj. Me shumë mundësi do ketë dhe një disk i cili do të jetë produkti i këtij konkursi. Të uroj shumë suksese ty edhe gjithë pjesëtarëve të New Visionit dhe gjithë atyre që do të marrin pjesë në këto konkurse për të shpalosur vlerat e tyre më të mira. Lejo do të falenderoj për kohën që na dedikon dhe për gjithë mesazhet pozitive që sjell. Shumë faleminderit. Kohën sa herë duash. Shumë faleminderit vërtet për intervistën. Thea, për ty, një përshëndetje të fundit, duke të turuar shumë suksese. Atëherë, unë i falenderoj shumë për mundësinë që na dhat,
përveç organizatës edhe mua personalisht, edhe shpresoj që të kemi kontakte të tjera dhe ndoshta pse jo dhe të prezantoj edhe librin tim. Patjetër. Në një të ardhmen Do të ishte kënaqësi, vetëm bëje. Faleminderit. Ornel, Atëherë gjithëve duhet mbështetje morale dhe pikërisht për këto i falenderojmë që na mbështesin moralisht. Siç tha dhe Klea, neve këtu jemi dhe ju këtu jeni, ndaj patjetër, suksese dhe bukur të jemi ja edhe Stella, ndërhyri Stella më një herë sepse po dëgjoja do të ndërhyja promovimi her pas here, por megjithëse të gjithë ata të rinj deri në minutën e fundit kanë dëshirën e madhe për të shprehur, po Genta. Dëgjove muzikë, gjëra për të bërë projekte, bravo gjatë punë me New Visionin. Absolutisht bravo ju qoftë. Stella, bravo ju qoftë themi edhe ne. Enxhi, një përshëndetje të fundit. Shumë kënaqësi që të punosh me të rinjtë mbështetës iniciativat e tyre dhe shumë kënaqësi që jemi këtu të emision që të promovojmë iniciativat tona që ndërmarrim. Kënaqësi e gjithë jona. One Morning në fakt e bën shpesh këtë gjë të promovojmë dhe të jemi larg asaj rutine për të nxjerrë sigurisht vlerat më të mira. Kështu pra, faleminderit dhe përshëndetemi me publikun dhe sigurisht me studion. Faleminderit Genta, edhe për lidhjen e ditës sotme, ka qenë kjo biseda e parë me disa të rinj cilët duket se kanë dëshirën e madhe për të bërë gjëra të bukura e ne mundohemi herpasherë të rikthejmë vëmendjen tek ata. Ndërkohë ka natyrisht edhe personalitetet cilët hera herës i bashkojnë studios son për të dhënë mesazhe të rëndësishme, për t'ju dedikuar pikërisht një sër problematikave të cilat ne në të përditshmën tonë i hasim e për cilat kemi informacion plot vlerë. Do të jetë biseda që do të vijojë pas pak. Unë nuk dua ta zbuloj, ju mos u largoni nga One Morning.